A vërtet e kam ndërmend të flas për shamiun, për shijen e njerëzve? Edhe kjo veshja ime është një lloj stili, një lloj mode që unë ndonjëherë preferoj. Ta vesh, është shija ime personale. Por kjo veshje ime kështu nuk pretendon të prejkë lirit dhe drejtat e tjetrit ose të imponohet në shoqërinë ku unë jetoj si pjesë kushtimisht thojza besimit. Kjo veshje nuk është besim. Kjo veshje është modë. Pra, të thuash se burka nuk është prej islamit. Dëgjoni, nuk është prej islamit. Unë e pranoj se ekziston një fe që quhet islam. Por a ka bazament Kur'an? Libër të Kur'anit. A ka të bëj me profetin e Kur'anit? Po, ka të bëj me profetin e Bagdadit, është një profet tjetër, se janë dy Muhameda. Me Muhamedin e Bagdadit që e kanë kriju ato të meqmit e regjimit Abbasid për hesapit pushtetit është diçka tjetër, por për profetin e Kur'anit jo. Pra, se ka disa thonë nuk është prej islamit. Jo, prej islamit, po nuk është prej Kur'anit. Do thotë se ke mbetur pa lek dhe pa një grosht fam. Ku si sektori djallëzuar Hanefi i jep gaz makinës të ngritesh me imponim duke e sulmuar një sekt tjetër që e ka emrin Vahabi dhe ku je i varur prej gazit të tij. Të gjithë e dinë se burka është traditë e kulturës afgane, pashto, xhaderi, por simbolizë në rastet veçanta ka qenë edhe traditë e popujve të tjerë të lindjes mesme. Por ti mbrojtër disa gra me të kaluara të dyshimta, ku për ti mbrojtër nga marrëzira e manjakëve seksual, Zoti sjell lehtësim që të mbulohen njëjtë sikur se mbulohet sot një dëshmitar i mbrojtër me një identitet tjetër. Atëherë ka qenë mbulesa, sot ka metoda tjera, e dërgon me një shtet tjetër personin në fjalë e fillon një jetë të re. Keni kujdes. Në emër të besimeve mund të thirrë secili, mund të thirrë edhe shejtani. Askund nuk kemi një lajm që na jep garanci kur ballafaqohemi me thirrsa, sidomos këto që janë më të zëshmit prej klerikëve hoxhallarëve. Prandaj Kurani na urdhëron që të kërkojmë strehimin te Ilahi, sidomos kur ballafaqohemi me ata që thirrin në emër të fesë Allah. Dhe mundohen të bëjnë karrierë në emër të kodit të veshjes së grave. Kjo është njerim i 700 njerime. Zoti nuk e ka zvritur nga qielli fen e hoxhallarëve, fen islam, por e ka zbritur me tregima nezele, unzile, Kur'anin. Jo islami. Aty e ka shpallur VHI konceptin e tij, siç e ka dizajnuar universin dhe gjithçka tjetër, ku njeriu besher, ku njeriu, jo insanin, besher e ka dalluar mbi të gjithë të tjerë dhe pastaj e zgjodhi se vetë njeriu e pranoi amanetin e tij në ezel. Pra, nëse shkoni te ajeti 51 i surës Shura, Zoti i flet besherit, nuk i flet insanit. Zoti i flet besherit dhe një formë e Zotit, kur i flet besherit, i flet përmes hijabit. E keni qartë përmes perdit. I vetmi ajet, dëgjoni mirë, i vetmi ajet që flet për kodin e veshjes, është ajeti 35,
i surës Nur. Surja Nur në Kur'an në renditje është me numër 24. E vetmja sure që është obligative, është farz, është surja 24, surja Nur, surja e dritës. Që flet në mënyrë indirekte se gratë besimtare duhet, dëgjoni mirë, të mbolojnë në kokën, flokët, fytyrën, syt, duart. Fjalët hijab dhe niqab, që i përdorin sahirbazët e sekteve suni, shia, vehabi e të tjera sekte për të manipuluar me të drejtat e grave besimtare, për të imponuar agjendat caktuara të traditave ose ritualeve të ndryshme pagane, në Kur'an kanë kuptim krejtësisht ndryshe. Fjala hijab në Kur'an përmendet 8 herë, kurse fjala niqab në Kur'an përmendet 3 herë, por asnjëra nga këto nuk ka të bëjë me kodin e veshjes së grave besimtare. Ilumi Zot, Ilahi, versetin 31 e fillon indirekt. Dhe u thoni grave besimtare. Pra kjo ju është lënë grave besimtare ta zbatojnë në bazë të situatave të tyre. Me fjalë të tjera, nuk kanë kurfar të drejte. Personat me tarbushat kuq ose të zi, të prekin në këtë të drejtë, grave besimtare, ose të marrin predispozicionin hinor, të gjikojnë të tjerët, sepse atëherë tregojnë se janë sehirbazë. Krejt çfarë mësojmë nga perspektiva e Koranit çdo mend se është modesti dhe me ikur nga atraksioni për të tërhequr vëmendjen seksuale të aplikantëve të sehirbazëve. E kuptu tani në detaje pse unë nuk mirna me gjëra që mu ma kanë dalu Kurani, mu marrë me folë për të drejtat e dikujt, për shijen dhe veshjen e dikujt. Të gjitha ata që flasin në emën të Zotit, bëhen hisetarën pronën e Zotit, në emën të një veshje duke caktuar, janë në të kuqen dhe duhet të reflektojnë se kanë për të dhënë llogari në këtë botë dhe tjetrën. Gjithashtu është edhe një ajet në surën Ahzab, ajeti 59, edhe ati nuk ka të bëjë fare për urdhrat Kuranit në lidhje me modën, stilin, veshjen e grave. Dhe ju e dini se surja 33, Ahzab, është surja e grupacioneve, dhe kur përmenet një pulhur që duhet mbullohet, bëhet fjalë për disa gra, kur bullizohen, se bullizimi ka ekzistuar edhe kur ka zbrit Kurani, ka ekzistuar edhe para 1000 vjet, dhe ekziston edhe sot bullizimi. Por t'i rujt një pjesë, ka qenë një metodë për ta vëndu një pulhur që të mos bullizohen femrat për të kaluarën e tyre. Por jo që është obligim kuranor, kjo veshje apo ajo veshje. Kjo që sot imponohet, është mod, trend, wala dalin, që ndjekin të humburit.